Përshëndetje, sot është dita botërore e animacionit. Ai që sapo pat ishte një videoklip nga filmi Nëxha 2, filmi I animuar më I shitur në botë deri tani. Ky film kinez me të ardhura prej 2.22 miliard dollarësh në tregun botëror I ka tejkaluar filmat e animuar të famshëm si Frozen, Inside Out, Toy Story dhe Zootopia, duke u renditur I 5 në listën globale të filmave me të ardhura më të larta vetëm pas pak Titanicut. Në fakt, jo vetëm Nëxha 2, industria kineze e animacionit ka patur zhvillim të brushëm vitet e fundit, duke prodhuar një numër veprash të suksesshme cilësore dhe fitim prurëse. Ato jo vetëm kanë thyrë monopolin e Hollywoodit në tregun vendas, por edhe kanë gjetur mirëpritje ndërkombëtare në vende fqinje aziatike, bile evropiane dhe amerikane. Po, cili është sekreti I suksesit të sektorit kinez të animacionit? Më 28 tetor të vitit 1892, francezi Émile Reynaud shfaqi në Paris filmin e parë të animuar në botë. 34 vjet më vonë në Kinë lindi filmi I parë I animuar, ndërsa pas 15 vjetësh u prodhua filmi I parë I animuar I gjatë aziatik, Princesha me freskore magjike. Ndikimi I filmit u përhap përtej Kinës dhe frymëzoi themelusin e sektorit japonez të animacionit Osamu Tezuka. Pas themelimit të Kinës së re në vitin 1949, studioja e filmit animuar e Shanghait e krijuar në vitet 50 gëzon një famë botërore si shkolla kineze e animacionit. Shumë nga veprat e saj kanë thithur elemente të arteve tradicionale kineze si maskat e operës së Pekinit, muralet tradicionale, pikturat me boj kineze, letërprerja dhe shfaqja me hije. Shumë vepra përfaqësuese kanë fituar çmimet në festivale të njohura kinematografike në Zvicër, Francë, Gjermani e të tjera. Prodhimi modern I filmave të animacionit ka kërkesë të larta për fonte dhe teknologji. Prandaj, nga fundi I viteve të 70, animacioni televiziv filloi të lullëzonte, kur filma e animuar u paksuan për shkak të vërshimit të veprave të huaja pas hapjes së vendit ndaj botës së jashtme. Krahas zhvillimit të vendit, duke filluar që në vitin 2004, qeveria kineze shpalli një sër politikash të favorshme për të mbështetur sektorin animacioni vendas, dhe ky sektor rimori frymë përsëri. Filmi Kthimi I mbretit majmun I vitit 2015 me të ardhura prej gati 140 milion dollarësh vetëm nga shitja e biletave rriti ndjeshëm besimin e operatorëve dhe artistëve të animacionit. Çadëherë ka ndalë një balë filmash të animuar cilësor. Ta filma kanë arritur një sukses të jashtëzakonshëm nga vlera komerciale dhe mirëpritja e publikut, duke simbolizuar piknisjen e një epoke të re të animacionit kinez. Njëkohësisht, një numër të rritje artistësh kinez po bëjnë pjesë më shpesh në shumë filma të shquar të animuar të Hollywoodit. Pra, në përmbledhje, suksesi I tanishëm në animacionit të Kinës është kryesisht për shkak të përpjekjeve të kombinuara të qeverisë dhe të tregut. Në nivel shtetëror, qeveria ofron mbështetje me politika, financim dhe përgatitjen e talenteve. Në nivelin e tregut, duke mësuar nga teknologjitë e konceptet e përvaruara të prodhimit, efektet pamore janë përmirësuar pa ndërprerje dhe cilësia e prodhimit është ngritur vazhdimisht. Për më tepër, tregu I madh kinez ofron një vru të qëndrueshëm për zhvillimin e sektorit të animacionit. Por unë besoj që ka edhe një tjetër faktor veçanërisht rëndësishëm që është këmbëngulja e brezave të krijuesve, të cilët, pavarësisht rrethanave, kanë ruajtur pasionin e pastër për zanatin e tyre. Siç tha Walt Disney, unë nuk I bëj filma së pari për fëmijët, unë I bëj për fëmijët brenda secilit prej nesh, qofshin 6 apo 60 vjeç. Homologët e tij kinez vazhdimisht eksplorojnë dhe inovojnë për 100 vjet, duke përdorur zgjuarësinë dhe vizionin tyre për të endur ëndra të shkëlqyera dhe të sinqerta për fëmijën brenda nesh. Pikërisht për shkak të kësaj, animacioni, një formë arti që tejkalon moshën, gjuhën dhe kulturën, mbeti I gjallë dhe I lullëzuar, duke vazhduar të ndriçojë momentet e shkëlqyera në jetën tonë të zakonshme.